Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria në zi për Papa Franceskun, flamujt në institucione u ulën në gjysmë shtiz. Partia Socialiste anulloi aktivitetet, opozita vion takimet elektorale. Përfshihet në aksident autobusi i klubit të Skënderbeut dhe 2 mjetet të tjera. Vajzat e ekipit të volejbollit udhëtonin drejt Tiranës, lëndohen lehtë shoferët. Surprizat dhe befasit nuk kanë fund në fermën VIP, 5 konkurrentët shkojnë në televotim, publiku vendos se cili prej tyre do të eliminohet në mbrëmjen e të hënës. Flamujt në institucione shtetërore janë ulur në gjysmë shtiz pasi Shqipëria është në zi për Papa Franceskun. Për të ndëruar ratin e shenjtë, Partia Socialiste ka anuluar aktivitetin politik, ndërkohë në kampin opozitar vijojnë takimet të fushatës elektorale. Në nderim të Papa Franceskut, Shqipëria shpalli këtë të shtunë ditëzie kombëtare, ndërsa në të gjitha institucionet flamujt u ulën në gjysmë shtiz. Kryesocialisti Edi Rama i dedikoi një postim në rrjetet sociale atit të shenjtë, ndërsa e shoqëroi në një video në kujtim të tij. Mirëmëngjesi, dhe duke nderuar në këtë ditë zie kombëtare, jo vetëm një pap të jashtëzakonshëm, por edhe një mik të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, Franceskun, atin e shenjtë, ju uroj të gjithëve një të shtunë të qetë me familjet tuaja. Partia Socialiste zhvendosi edhe agjendën e saj elektorale duke shtyrë të gjitha takimet që kishte parashikuar për të zhvilluar në qarkun e Fierit. Kreu i PD, Sali Berisha, një ditë më parë tha se do të vijojë fushatën, por në nisje të secili takim do të mbahet 1 minutë heshtje dhe nuk do të ketë muzikë. Në ceremoninë mortore të Papa Franceskut, mes figurave më të larta nga Shqipëria, morën pjesë presidenti Bajram Begaj, ministri i jashtëm Migli Hasani, ministri Adea Pirdenji, ambasadori e Shqipërisë në Vatikan Majlinda Frangaj, si dhe krerët e komuniteteve fetare, kreu i Kishës Katolike Arjan Dodaj, kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu, kryegjyshi i Bektashinve Haxhi Ded Edmond Brahimaj dhe kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Imzot Joan Pelushi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bisedoi me banorët e Laprakës, të cilëve u kërkoi votën për kandidatët e Aleancës së Shqipërisë Madhështore. Lideri i opozitës premtoi legalizimin e çdo banese, si dhe dëmshpërblimin për ata që janë prekur nga prishja e shtëpive. Me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike pas 11 majit, Sali Berisha premton legalizimin e çdo banese në zonën e Laprakës. Jam këtu për të zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim. Edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpitë tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen. Gjatë takimit elektoral me banorët e Laprakës, Berisha e akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes paqes fiskale që prezantoi për bizneset, synon të favorizojë botën e krimit. Paqja e tij fiskale është amnistia, është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetar të dashur. Ky 2 vite më parë filloi reklamoj më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë synim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinin në Shqipëri. Tani, thot paqë fiskale, a i vetë është në paqë dhe në bashkëpunim të ngushtë me to. Sali Berisha përsëriti se nëse bëhet kryeministër, do të falë çdo gjop të vendosur për qytetarët dhe se për familjet e bizneset do të ulë çmimin e ujit dhe të energjisë elektrike. Socialisti Edi Rama ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura me kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës mesditën e kësaj të shtune. Burimet bëjnë me dije se kryesocialisti ka lënë disa porosi për të vetët. Rama ka kërkuar më shumë angazhim në terren duke fokusuar punën tek numri 5 dhe jo tek kërkesa për vota personale për të shmangur konfliktet në terren. Një tjetër porosi e kryesocialistit lidhet me përkushtimin ndaj votës së diasporës pas problematikave që ka patur me shpërndarjen e postës me fletët e votimit. Të gjithëve, është kënaqësi që meritojnë të kenë
Autobusi i klubit të Skënderbeut, në të cilin udhëtonte ekipi vajzave në volejboll, u përfshi në një aksident bashkë me 2 mjete të tjera. Përplasja shkaktoi vetëm dëme të lehta të drejtuesve të mjeteve. Aksidenti detyroi Federatën e Volejbollit të anulonte ndeshjen mes Korçareve dhe vajzave të kryeqytetit. Volejbollistët e klubit sportiv Skënderbeu u aksidentuan teksa po udhëtonin drejt Tiranës për të luajtur ndeshjen e dytë finale. Përplasja ndodhi në qafthan afërsitë të ujit të ftohtë. Burime pranë vendit të ngjarjes bën me dije se njëri nga mjetet ka kryer një manovër të gabuar, duke sjellë përplasjen e trefisht. Nga aksidenti mbeten të lënduara lehtë drejtuesit e mjeteve, ndërsa nuk raportohen pasojat të tjera. Në këtë situatë, drejtuesit e klubit i kanë kërkuar Federatës Shqiptare të Volejbollit të shtyjë ndeshjen për një datë tjetër, gjë që u mor parasysh. Ndërkohë, gjatë mesditës së të shtunës, një furgon pasagjerësh u përmbys në aksin Fier-Levan. Në furgon ndodhej vetëm drejtuesi, i cili dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të lagështirës në rrugë. Ai u transportuar në Spitalin Rajonal të Fierit, jashtë rrezikut për jetën. Ferma VIP është kthyer tashmë në shoqëruesin e mbrëmjeve çdo të hënë të premte, duke mbërthyer publikun pas ekranit të Vision Plus. Pas sfidës së Agait, 5 konkurrentët kanë shkuar në televotim dhe njëri prej tyre do të eliminohet në spektaklin e të hënës. E paparashikueshme, plot emocione, debate të forta, formula të reja dhe sfida ishte mbrëmja e 8 Ferma VIP 2. Moderatorja Luana Vjollca mbajti ritmin e spektaklit, ndërsa opinionistët Castro Zizo dhe Zhaku ofruan analiza të thelluara mbi ngjarjet e zhvilluara këtë javë në Ferm. Debati, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është edhe marrëdhënia e Limit me Albën që ka krijuar përçarje mes fermerëve. Konkurrentët pas një darke që nuk shkoi sipas parashikimeve të tyre, duket se ka krijuar jo pa konfuzim te pjesa tjetër, teksa u mbyll me një propozim të Limit. A pranon ti të jesh dashura ime? Elinara gjatë këtyre ditëve ka patur ditëlindjen, ndaj ajo u surprizua përmes një video mesazhi nga motra e saj. Dielli po agonte kur u dëgjuan të qarat e një fëmije. Erdhi në jetë motra jone e vogël Elinara. Teksa fermerja ndodhej në Plevic, vajza e saj e priste në arenë. Moment ky që veç emocioneve të bukura që përcolli te publiku, i dhuroi këngëtares një kujtim që do ta mbaj mend gjatë. Fermerët përballen me sfida të reja ku treguan edhe një herë aftësitë e tyre fizike, duke i shtyrë ata në kufit e mundësive. Alba Pollozhani, kryefermerja e kësaj jave, sipas një formule të paracaktuar nga Agai, pati mundësinë e zgjedhjes së sfidantëve që më pas do të çonin në një sfidë kokë më kokë. Gani unë, pse? Se nuk moj me duru... Nur ishte zgjedhura e para Albës, të cilës gjithashtu ju desh të zgjidhte një tjetër fermer për t'u bashkuar sfidës. Ganiu u bë sfidanti i dytë që do të përballej me ta. Ky i fundit duhet të thoshte po ashtu një emër, atë të Big Bastës që u bë automatikisht pjesë e televotimit për t'u eliminuar javën e ardhshme. Jo me skejsit të Big Bastës, kështu që këto momente e zgjell Bastën. Gjatë sfidës pati tension dhe grind, pas një betejë disa minuta, Nur u shpall fituese, gjë që çoi në televotim humbësin e kësaj sfide Ganiun së bashku me Big Bastën. Por rrethit e emrave të nominuarve ju bashkuan edhe 3 fermerë të tjerë. Ishte Lim Hoti, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermeri më i votuar. Fermeri i përzgjedhur nga publiku është Limi. Si zgjedhuri i publikut pati një avantazh në lojë. Një qyp magjik e vuri fermerin mes 2 zgjedhjesh. Brenda në qyp gjendeshin 2 papiruse, ku njëri në bazë të një avantazhi e kaloi automatikisht kryefermer të ri, ndërsa tjetri e bëri të shtonte 3 emra të tjerë për t'i kaluar në televotim për eliminim ditën e hënë. Limi duket se ka nisur lojën e tij ndaj një zgjedhje strategjike, çoi në televotim 3 djemt të tjerë, Erandin, Andrean dhe Yllin. Do zgjedh Erandin. Zgjedhjet e Limit nuk mbaruan këtu. Elinara u bashkua me kryefermerin për të kaluar ditët së bashku në shtëpinë e njëjshit. Elinaren. Në ritmet e bukura të muzikës dhe energjisë pozitive, u mbyll edhe kjo mbrëmje, ndërsa 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për publiku në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhje ditore në ekranin e Vision Plus.
Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.